Bismillahirrahmanirrahim. Si në diskursin akademik, ashtu dhe në atë popullor mbi islamin, haset shpesh pohimi se muslimanët nuk bëjnë ndarje ndërmjet fetares dhe laikes. Përkundrazi, besohet se Islami njeh vetëm sferën fetare dhe kjo sferë përshkron çdo aspekt të jetës. Sipas kësaj pikpamje, ndarja ndërmjet sferës fetare dhe asaj jo fetare janë konstruksionet e Evropës hershme moderne dhe si të tilla konsiderohen të pashme për kontekstin islam. Qëllimi ynë sot është që të problematizojmë këtë supozim të përgjithësuar, duke treguar se ndarja klasike ndërmjet din dhe dynja, fesë dhe dynjas, e cila gjendet në Islamin klasik, përfaqëson një binom ose një dyjari autoktone islame, që në disa aspekte mund të shihet si analoge me ndarjen moderne ndërmjet fetares dhe laikes, ndonse jo domosdoshmërisht e njëjtë. Natyrisht duhet pranuar si fillim se doktrina politike e sekularizmit, e ndërtuar mbi parimin e ndarjes së fesë nga shteti, nuk përbënte një alternativë të imagjinueshme për mendimin klasik musliman. Megjithatë, sot ne dëshirojmë që të argumentojmë se ndarja klasike islame ndërmjet din dhe dynja, fesë dhe dynjas, paraqet një ndarje konceptuale të realitetit në sferë të dallueshme, fetare dhe asaj të dynjas, pra jo fetare, të krahasueshme ndonse jo e njëjtë, me ndarjen moderne ndërmjet sferës fetare dhe asaj mondane, ku elementet si adhurimi, lutja dhe ligji hyjnor i përkasin sferës fetare në mënyrë specifike, ndërsa çështjet e botës materiale i përkasin sferës mondane, sferës kësaj dynjaje. Ngjashëm me konceptimin modern, ku sekularia barazohet me jo fetaren, edhe termi islam dynjawi, i cili gjendet e analizuar në tekstet klasike fetare, përkufizohet esencialisht në këto tekste si ajo që nuk është din. Pra din është feja, dhe gjithçka tjetër që nuk është din është dynja. Në këtë kuptim, të dyja kategoritë janë në një marrëdhënie të ndërsjellët përcaktuese, por jo domosdoshmërisht në antagonizëm me njëra tjetrën, siç do ta shprehim inshallah më vonë, ta bëjmë më të qartë. Në mendimin klasik musliman, dynja si kategori analitike shpesh perceptohej si një sferë universale dhe neutrale dhe e përgjithshme, ndërkohë që din, që përcaktonte fen, konsiderohej si diçka më specifike dhe më e kufizuar në fushën e saj. Përkësisoj kërkonte edhe më shumë interpretim dhe sqarim. Për më tepër, kjo ndarje ndërmjet din u dunja, fesë dhe mondanes, nuk ishte thjesht një tipar gjuhësor i arabishtës, por përdorej në mënyrë aktive nga dietarët musliman klasik për të diskutuar dhe trajtuar çështjet e rëndësishme në mendimin islam. Në analizën tonë të temës, që do bëjmë në vijim, do të lexojmë dhe komentojmë disa prej veprave më të mira që janë shkruar rishtazi rreth kësaj teme, dhe më saktësisht do të mbështetemi tek punimet e studiosëve musliman si studiuesi Sherman Jackson, Rushein Abasi, Abdurrahman Mustafa dhe autorë të tjerë. Disa prej këtyre punimeve ne kemi përkthyer dhe botuar në shqip dhe kemi botuar ato tek faqja Erasmus. Normalisht termi sekularizëm, shekullare apo laike nuk është i lehtë që të përkufizohet dhe nuk është i lehtë edhe që të sqarohet plotësisht në mënyrë të qartë se çfarë nënkupton. Charles Taylor, në një nga veprat më të mira të fushës, përshkruan 3 përdorime të termit shekullar. I pari është zbrazja e hapësirës publike, asaj politike dhe ekonomike nga Zoti. E dyta është tërheqja vullnetare si në sferën publike, ashtu dhe në atë private, nga Zoti, besimi fetar, praktikat dhe institucionet fetare. Dhe elementi i tretë është një gjendje shoqërore ku besimi në Zot kalon nga të qenurit i pakontestuar në diçka jashtëzakonisht të vështirë për të besuar dhe mbajtur. Të tjerë kanë përdorur termin shekullar për të shënuar neutralitetin e shtetit ose si një përkufizim plotësues ndaj konceptit francez të laicitesë, apo laikes. Ndërkohë disa të tjerë kanë paraqitur sekularizmin si një ideologji që i kundërvihet jetës në një mënyrë që e vë Zotin në vend të parë, pra i kundërvihet asaj forme të jetës që e vë Zotin në vend të parë. Në të gjitha këto përdorime, fetarja dhe sekularia supozohen se janë në konflikt. Megjithatë, disa studiues kanë shprehur mendimin se ekzistojnë 2 forma se si mund të konceptohet shekullaria. E para është makrosekularia dhe e dyta është mikrosekularia ose mikroshekullaria. Dhe e para është tërësisht në kundërshtim me konceptimin islam, ndërkohë që e dyta ka një lloj përngjasimi me ndarjen islame të din u dunja, të fesë dhe mondanes, dhe ka një lloj analogjie, ndosë nuk janë homologe me njëra tjetrën. Aspekti makrosekular i referohet
sferës ku ndarjes ndërmjet fetares dhe shekullares, ku shekullaria është një fushë në të cilën Zoti nuk ka rëndësi dhe njeriu jeton sikur mos të kishte Zot. Të veprosh në mënyrë shekullare sipas këtij këndvështrimi, do të veprosh si të ishte Zoti i padukshëm apo i parëndësishëm. Shekularizmi makro ka tentuar ta zëvendësojë fenë krejtësisht përmes ideologjive si marksizmi apo përmes procesit të çmajgjepsjes së botës. Pra ka pas dy mënyra. Mënyra e parë ka qenë ajo marksiste që ne e njohim shumë mirë, të cilën feja zëvendësohet nga materializmi, dialektizmi marksist e kështu me radhë, dhe një formë tjetër ka qenë ajo e artikuluar nga Max Weberi e çmajgjepsjes së botës, ku përmes zhvillimit teknologjik, shkencor dhe përmes racionalizmit, ideja e fesë dhe e të magjishmes, e magjepsjes së botës do të zhbohet dal nga dal derisa të zhduket dhe vendimarr aspekti racional dhe pozitivist. Ky aspekt, ky këndvështrim makro i sekularizmit bie në kundërshtim të plot me gjithçka, me çdo lloj ndarje që mund të ketë ekzistuar në traditën islame ndërmjet fesë dhe mondanes. Ndërkohë që konceptimi mikro i sekularizmit ose sekularizmi mikro, nëse mund ta quajmë kështu, nuk e mohon ekzistencën e Zotit, por e kufizon fushën e autoritetit hyjnor vetëm në një sferë të veçantë të jetës njerëzore. Kjo është ajo që studiuesit e fesë e quajnë diferencim. Pra, nuk e mohon sferën fetare, por diferencon sfera. Ku shteti, ekonomia dhe shkenca presupozohen se janë të çliruara nga ndikimi fetar, ndërkohë që feja vetë izolohet brenda një sfere të veçantë të emërtuar si sfera religjioze. Kjo mënyrë të menduarit është themelore për mënyrën moderne perëndimore të konceptimit të fesë dhe sekulares, por është ndryshme ndosë aspekti i mikrosekulares, si një lloj diferencimi ndërmjet sferave, ka një lloj analogjie me ndarjen fetare që gjendet në traditën islame ndërmjet din wa dunja, fesë dhe dynjas, por nuk është homologe, pra nuk është e njëjta gjë. Megjithatë, ndosë ka një lloj analogjie ndërmjet shekularizmit konceptuar si diferencimi i sferave dhe ndarjes dikotomisë islame ndërmjet din dhe dynja, ekzistojnë po ashtu dallime të rëndësishme ndërmjet të dyjave. Së pari, kategoria din dhe dynja nuk konceptoheshin në traditën islame si një marrëdhënie kundërshtuese, siç është rasti shpesh me qasjet moderne sekulariste. Për muslimanët klasik, ideja e një ndarje të plotë ndërmjet fesë dhe shtetit ishte e paimagjinueshme, dhe ndarja që hasim te këto autorë ishte një ndarje natyrës diferencuese. Pra, një vështrim që dallon sfera të ndryshme të realitetit, sferën dinia wa dunjawia, fetare dhe mondane, pa i venduar ato në konflikt të drejtë për drejtë. Kishte diferencim, pra ato nuk shiheshin si në kundërshtim me njëra tjetrën. Gjithashtu, kjo pikpamje diferencuese ndërmjet sferave fetare dhe mondane nuk ishte e vetmja në mendimin islam. Ne do të shohim në vijim dhe do të paraqesim panoramë të qasjeve të ndryshme dhe shpesh kundërthënëse ndaj marrëdhënies ndërmjet din dhe dunja, por kjo është një aspekt, më minor i asaj që ne do të trajtojmë në vijim. Pavarësisht kësaj shumëllojshmërie, debati rreth kësaj ndarje ndërmjet din dhe dunja nuk duket se të ketë qenë aq qendror në botën islame, saqë është qendror në botën moderne, ndarja ndërmjet fetares dhe sekulares. Dhe kjo përbën një ndryshim tjetër ndërmjet ndarjes din dhe dunja dhe ndarjes fetare dhe sekulare që ekziston në botën moderne. Së fundi, për shumë muslimanë të epokës klasike para moderne, sfera e dunjawis, asaj që është dynjas, ishte gjithnjë potencialisht e hapur ndaj ndikimit të sferës fetare. Kjo sferë e fundit shpesh perceptohej si më e lartë se dynjaja, sfera dunjawije, dhe mund të depërtonte atë në një marrëdhënie pothuajse të përmbysur me ndarjen moderne, ku është sfera sekulare ajo që shpesh i përcakton kufijt fesë dhe depërton në të. Muslimanët paramodern, muslimanët e periudhës klasike e ruan ndarjen ndërmjet sferës fetare dhe asaj jo fetare, pra sferës dinia dhe sferës dunjawije, në një nivel konceptual, por në praktik sfera fetare kishte tendencë të përshkonte atë mondane, duke pozicionuar vetes si më të fuqishme. Në vijim ne do të përmendim shkurtimisht, duke qenë të qartë që nuk do të japim dot hakun çdo temë në mënyrën e plotë, por të përmendim shkurtimisht disa prej temave kryesore që mbizotrojnë në fusha të ndryshme të mendimit islam, të cilit ndarja ndërmjet fetares dhe dynjawijes, dinia wa dunjawia, ishte e rëndësishme për aspekte thelbësore të shkencave islame. Dhe sfera e parë që do trajtojmë është sfera e akides, është sfera e teologjisë.
Një nga konceptet e rëndësishme në teologjinë islame, në akidin islame, është koncepti i bidatit, si që njohim, apo i risisë në fe, si që quhet ndryshe. Koncepti i bidatit nënkupton dhe madje kërkon një dallim ndërmjet sferës fetare dhe asaj mondane. Në thelb të tij, koncepti i bidatit konsiston në një përpjekje të vazhdueshme nga ana e muslimanëve për të përcaktuar se cilat janë kufijtë e asaj që konsiderohet fe dhe për ta ruajtur fen nga tepërtimi jo fetares në sferën fetare dhe të konsideruarit e jo fetare si pjesë përbërëse e fesë. Ky është thelbi i bidatit. Kësaj identifikimi i diçkaje si bidat presupozon ekzistencën e një kapaciteti për të dalluar atë që nuk është fe, apo që qëndron jashtë kufive legjitime të fetares apo sheriatikës. Pra, nocioni i bidatit kërkon dhe njëkohësisht forcon një ndarje konceptuale ndërmjet fushës fetare dhe asaj jo fetare, fushës dinie dhe asaj dunjawije. Një ndarje e tillë ndërmjet fetares dhe jo fetares është veçanërisht e nevojshme për të gjithë ato dietarë, si për shembull Ibn Taymija apo Imam Shatibiu, që janë të mendimit se nuk ekzistojnë bidate të mira. Për Ibn Taymijan dhe Imam Shatibiun, bidatet nuk janë thjesht devijim doktrinar, po janë shkelje e kufirit konceptual midis asaj që është fetare dhe asaj që nuk është fetare. Dhe ky dallim është veçanërisht i rëndësishëm sepse më kupton se jo çdo veprim njerëzor është i ngarkuar fetarisht, disa fusha janë ose duhet të jenë të paprekura në kategorizime fetar. Pra duhet konsiderohen si aspekte mondane të jetës njerëzore dhe jo të konsiderohen si pjesë të fesë apo të bëhen të detyrueshme për të ndjekur fetarisht. Sipas Ibn Taymijës dhe Imam Shatibiut, që ka qenë dy nga përkrahasit më të mëdhenj të idesë që nuk ekziston bidat i mirë, çdo bidat është e keq, një nga rreziqet më të mëdha që i kanoset fesë ndodh kur praktikat shoqërore apo zakonore që mbizotron sferën e jo fetares ngarkohen me vlerë fetare dhe paraqiten si fe. Të dy këto autor tërheqin vëmendjen ndaj inflacionit dhe zgjerimit të shenjtërisë fetare në rritet, zakonet, kohët apo hapësirat që nuk janë fetare, po i përkasin sferës së zakoneve apo adeteve shoqërore. Ashtu si Imam Shatibiu edhe Ibn Taymija dhe veprat e tij druhet se zakonet dhe shprehit jo fetare që fitojnë një shenjtëri që në të vërtetë i përket veprave fetare, të dëmtojnë vetë fen. Ata argumentojnë se kur humbet dallimi ndërmjet veprave të adhurimit dhe zakoneve që nuk duhet të ritualizohen, shenjtërohen apo të bëhen vepra adhurimi, atëherë feja dhe përkushtimi fetar rrezikojnë të shndrohen thjesht në zakone ose adete. Sepse sipas tyre, sapo zakoni shoqëror bëhet potencialisht i kapshëm brenda kuadrit bidatit lavdërueshëm, pra thuhet ok, ky është zakon shoqëror, traditë shoqërore, por është e mirë dhe duhet konsiderohet si pjesë e fesë, atëherë zakoni dhe jo feja është ai që kthehet në arenën kryesore të prodhimit të shenjtërisë. Dhe kjo sepse diapazoni i veprimeve që përbëjnë adhurim devocional, faljet, namazi, haxhi, zakati me radh, janë të kufizuar në numër. Në të kundërt, veprimtaritë zakonore jo fetare janë të kufizuar në një grup të caktuar veprash. Zakonet shoqërore janë po aq të shumta dhe të larmishme sa vetë komunitetet ku ato praktikohen. Kur një fushë pa kufizuar veprimesh dhe zakone shoqërore jo fetare, të cilën në princip duhet të mbeten të pashenjtëruara, këto fillojnë dhe perceptohen si burim i mundshëm i shenjtërisë, atëherë vetë feja, sipas Imam Ibn Taymijës dhe Imam Shatibiut, vetë feja rrezikon të minohet dhe të përmbytet nga një shenjtëri inflacionare që prodhohet në sferën jo fetare. Nga ana tjetër, zakoni në momentin kur e konsideron bidatin e mirë sipas tyre, kjo çast si rrezik që zakoni merr statusin e veprimeve e veprave të adhurimit. Në mënyrë të tillë sa që arrin në gradë ku shmangja nga normat shoqërore apo refuzimi për të ndjekur ato fillon të shihet si shkelje fetare në vetvete. Për dietarë si Imam Ibn Taymija dhe Imam Shatibiu, bidati përbën një duplikim të rrëmë të fesë, ku zakonet dhe adetet që nuk janë fetare shenjtërohen dhe bëhen pjesë përbërëse e fesë, duke rrezikuar vetë strukturën e fesë. Kësaj sipas tyre vendosja e një kufiri solid ndërmjet asaj që përbën fe dhe asaj që nuk përbën fe, që është thjesht dunjawia, siç janë zakonet e traditat shoqërore, është jashtëzakonisht i rëndësishëm për të ruajtur atë autenticitetin dhe strukturën e vetë fesë. Pra këtu në këtë koncept të bidatit, ajo që kemi parasysh është që bidati në vetvete
e kërkon dhe e bën të domosdoshme ndarjen ndërmjet asaj që është dinie fetare dhe asaj që është dunjawije. Te bidati vetvete është përpjekja e vazhdueshme e muslimanit për të mos lënë që aspekte që konsiderohen jo fetare, që janë përtej asaj që është fetare, të futen dhe të bëhen pjesë përbërëse e asaj që është fetare apo asaj që është rit, adhurim e kështu me radhë. Në këtë kontekst, siç mund ta shohim, si për ata që konsiderojnë se bidati i mirë ekziston, si për ata që e konsiderojnë që çdo bidat është i keq, por veçanërisht për ata që konsiderojnë se çdo bidat është i keq, ekzistenca e një dyjarie, e një binomi ndërmjet asaj që është fetare dhe asaj që është dunjawije, mondane, është jashtëzakonisht e rëndësishme për vetë thelbin e strukturës të analizës së bidatit. Siç e shohim në traditën islame klasike, binomi apo dyjaria ndërmjet dinijes dhe dunjawijes, asaj që është fetare apo që është e dynjas apo urf, traditës, zakoneve dhe adeteve, është jashtëzakonisht e rëndësishme për konceptin e bidatit dhe analizën e tij. Po përveç kësaj, kjo dyjari ndërmjet fetares dhe mondanes është e pranishme më saktë edhe në diskutimet rreth autoritetit të profetit sallallahu alaihi wasallam. Pra, cili ishte kufiri i autoritetit të profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Nëse e mbani mend në disa leksione më përpara ne diskutuam çështjen e mjekësisë profetike dhe aty shtjelluam faktin që dietarët muslimanë, të cilët merren me traditën profetike, kanë nxjerrë në pa që jo çdo gjë që profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë, ka miratuar apo ka vepruar, është pjesë e sunetit ligjor, e sunetit normativ, e sunet tashraia që quhet. Por disa aspekte të veprave, pohimeve të profetit sallallahu alaihi wasallam janë pjesë e sunetit jo ligjor, jo normativ, sunet ghayra tashraia. Dhe në analizën që ne bëmë para disa kohësh në lidhje me mjekësinë profetike, ne diskutuam debatet e dietarëve musliman klasik në lidhje me faktin se a janë hadithet që prekin sferën e mjekësisë profetike, a duhen kuptuar ato si pjesë e sunetit sheriatik apo si pjesë e sunetit jo normativ, jo ligjor, dhe përmendëm dy grupe, disa që thonin ato janë pjesë përbërëse e sunetit normativ ligjor, disa që thonin ato nuk janë pjesë përbërëse e sunetit normativ ligjor, po ato janë pjesë e veprimeve normale, mondane, që profeti sallallahu alaihi wasallam ka bërë në atë botë, janë pjesë e veprimeve apo fjalëve instiktuale, tradicionale, zakonore, pjesë e jetës njerëzore normale dhe nuk duhen konsiderohen si pjesë e sunetit profetik. Pra në diskutimet që kanë pas dietarët muslimanë në lidhje me autoritetin e sunetit profetit sallallahu alaihi wasallam, ata kanë rënë dakord që jo çdo gjë që profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë është pjesë domosdoshmërisht e sunetit ligjor, po kanë pas diskutime se deri ku shtrihet ky aspekt. Dhe ne e diskutuam gjërësisht këtë element në mësimin që bëm para disa kohësh në lidhje me mjekësinë profetike, të titulluar A ekziston mjekësia profetike, dhe ne po ashtu publikuam tek faqja e Erasmus edhe një artikull të gjatë në lidhje me këtë, prandaj edhe unë nuk dua që të zgjatem shumë në këtë aspekt, por doja vetëm ta përmend shkurtimisht. Imam Qadi Iyadi në veprën e tij Kitab al-Shifa, një nga dietarët më të mëdhenj dhe më të respektuar të traditës islame, në fillim të librit të tij ai ndan një ide themelore dhe thotë që cilësitë e njeriu të përsosur, ai flet për profetin sallallahu alaihi wasallam si njeriu përsosur, janë dy lloje. Disa janë të lidhura me jetën e këtë dynja, pra me nevoja natyrore dhe shoqërore, ndërsa të tjerat përfitojnë përmes fesë. Dhe janë ato që e bëjnë njeriu të lavdëruar dhe të afërt me Allahun xhalla xhelaluhu. Në një kapitull të veçantë, Qadi Iyadi trajton në mënyrë specifike çështjen e veprimeve të profetit sallallahu alaihi wasallam që lidhen me këtë botë, që nuk ishin pjesë e misionit të tij fetar. Pyetja që ai shtron është si mund ta ruajmë besimin se profeti sallallahu alaihi wasallam është i mbrojtur nga gabimi në çështjet e fesë, kur ekzistojnë hadithe që duket se tregojnë se ndonjëherë ai nuk ka dhënë këshillën më të saktë në lidhje me çështjet që përkasin kësaj bote. Si për shembull kur i tha atyre njerëzve që po planmonin palmat që të mos të shkonin palmat gjatë planmimit, dhe në momentin kur ata palmat nuk dhanë fryte, atëherë kur u njoftuan me këtë, profeti sallallahu alaihi wasallam tha që në lidhje me çështjet e kësaj dynjaje ju jeni më të ditur se unë thjesht thash mendimin tim. Përgjigjja e Qadi Iyadit është se profeti sallallahu alaihi wasallam në çështjet që kanë të bëjnë me këtë botë, tamam, mund të ketë thjesht dhënë sugjerimet e tij,
mendimet e tij, mund të ketë pasur mendimet e tij apo supozimet e tij. Por këto nuk janë të njëjtat me çështjet e fesë apo të shpalljes hyjnore. Prandaj këto element dynjawi, këto element të çështjes mundane që janë pjesë e traditës profetike, nuk përbëjnë një mangësi për profetin sallallahu alaihi wasallam, sepse qëllimi kryesor i profetit nuk është të udhëheqin në çdo detaj të jetës materiale apo mundane, po t'i udhëzojë njerëzit drejt botës tjetër dhe ligjit hyjnor. Dhe kjo pikpamje, siç e përmendëm edhe tek mësimi që patëm në lidhje me temën, mbështetet edhe nga dietari i madh Imam Neveviu, rahimullah, dhe ai e ndan opinionin, ose mendimit më saktë, që çështjet personale të profetit ka një ndarje ndërmjet çështjeve të kësaj bote dhe ato çështje që lidhen me ligjin hyjnor në lidhje me profetin sallallahu alaihi wasallam. Kur vjen puna tek polemizimi i palmave, ku profeti sallallahu alaihi wasallam sugjeroi një metodë dhe nuk dha rezultat, ai vetë sipas hadithit e pranoi dhe tha, ju jeni më të ditur për çështjet e kësaj bote se sa unë. Në këtë moment Imam Neveviu thekson se kjo nuk bie në kundërshtim me autoritetin profetik, sepse nuk kishte të bënte me çështjet fetare, me çështjet hyjnore, por kishte të bënte me një çështje praktike jetësore që është një çështje mundane. Prandaj dietarët muslimanë kanë ndarë aspektet hyjnore dhe fetare të misionit profetik dhe aspektet mundane të jetës profetit sallallahu alaihi wasallam, të cilat jo domosdoshmërisht janë normative apo ligjore për besimtarët. Nëse besimtarët dëshirojnë ta ndjekin profetin sallallahu alaihi wasallam edhe në çështjet mundane të kësaj bote, si pjesë e dashurisë së tyre për të, atëherë ata marrin sevap për shkak të kësaj, po jo sepse ajo është domosdoshmërisht një sunet ligjor. Qadi Iyadi shpjegon se gabimet që mund të kenë ndodhur në njohuritë rreth kësaj bote, që mund të jenë shfaqur në disa hadithe, nuk e ulin pozitën e profetit sallallahu alaihi wasallam, sepse këto janë gjëra që mund t'i di çdo njeri që merret me to. Pra, zotët e fushës i din këto. Zemra e profetit sallallahu alaihi wasallam, thotë ai, ishte e mbushur me njohjen e Zotit dhe dijen e fesë. Dhe kjo dallohet qartë nga dijet praktike dhe zakonore të jetës përditshme. Dhe një tjetër dietar i famshëm Hanefi, Mullah Ali Qari, shprehet se edhe pse profeti kujdesej për interesat e kësaj bote, të kësaj jete, kur ai jepte një mendim personal për një çështje dunjawije që nuk ishte lidhje të drejtë për drejtë me fen, ajo nuk e kishte statusin e shpalljes hyjnore. Dhe kur rezultati nuk ishte i saktë, kjo nuk ishte një mangësi për profetin sallallahu alaihi wasallam, përkundrazi, kjo tregonte se fusha e profetësisë është e përqendruar në rrugën drejt Zotit dhe nuk i pulonte këto aspekte. Këto shembuj dhe ky diskutim në sunetin profetik dhe lidhje mes shtrirjen e autoritetit profetik dhe cili është kufiri i shtrirjes së saj, kjo tregon rëndësinë e një ndarje themelore midis asaj që i konsiderohet dinie, fetare, dhe asaj që i konsiderohet dunjawije, mondane apo e kësaj bote. Dija fetare është e shenjtë, e veçantë dhe e lidhur me revelata, dhe dija e kësaj bote është zakonore dhe mund të arrihet në çdo njeri përmes përvojës dhe përpjekjes personale. Diskutimet e dietarëve muslimanë në këtë aspekt kaq të rëndësishëm të autoritetit profetik dhe të shtrirjes së tij dhe të kufirit të tij vërtiten rreth diskutimit se cili aspekt i traditës profetike i përket sferës fetare dhe cili aspekt i traditës profetike i përket sferës dunjawije, sferës mondane, sferës së jetës zakonshme njerëzore. Dhe në momentin kur disa prononcime të profetit sallallahu alaihi wasallam apo disa veprime kategorizohen në pjesën e sferës dunjawije apo në sferën mondane, në sferën e jetës normale njerëzore, atëherë ato kategorizohen tek suneti jo sheriatik. Ndërkohë që nëse kategorizohen tek pjesa fetare, atëherë ato konsiderohen normative dhe ligjore dhe hyjnë dhe bëjnë pjesë e sunetit ligjor. Siç e shohim në këtë aspekt, ndarja midis dinijes dhe dunjawijes, fetares dhe çështjet jetës përditshme është e rëndësishme dhe qendrore në këto diskutime kaq të rëndësishme në lidhje me autoritetin profetik. Po ashtu, kjo ndarje ndërmjet fetares dhe dunjawijes është e pranishme edhe në diskutimet juridike islame, në fiqh. Të gjithë juristët muslimanë janë të mendimit se ndonse situatat dhe realitetet e jetës njerëzore janë të panumërta, tekstet e shenjta dhe dispozitat e drejtë për drejta fetare janë të kufizuara në numër. Ndërkohë që realitetet e jetës dhe situatat njerëzore janë të panumërta, e aplisht infinite. Një pjesë e madhe e realiteteve dhe situatave njerëzore nuk mbulohen nga norma të drejtë për drejta sheriatike të përmendura në tekstet fetare. Megjithatë, nëpërmjet përdorimit të analogjisë, kiasit, shumë norma tekstuale mund të zgjaten dhe të shtrihen për të përfshirë edhe situata të reja, të cilat nuk janë përmendur drejt për drejt
në tekstet fetare. Sidoqoftë, siç është tekstuar edhe nga vetë juristët musliman, edhe pas zbatimit maksimal të analogjisë, dispozitat juridike të përmendura në burimet fetare nuk arrin të mbulojnë çdo aspekt të jetës apo çdo rrethanë njerëzore. Vendimarrja për ato realitete që gjenden jashtë sferës së normave të drejtpërdrejta sheriatike i është lënë në dorë mendimit dhe konsideratave racionale, publike dhe mondane. Pra njeriu përmes këtyre konsideratave racionale, publike dhe mondane merr vendime në lidhje me këto situata, të cilat nuk janë mbuluar në mënyrë të drejtpërdrejta apo qoftë të tërthort nga hukmet sheriatike, nga normat ligjore islame. Kjo nuk kupton se këto fusha të realitetit njerëzor janë jo fetare apo antireligjioze. Përkundrazi, është vetë feja ajo që i ka lënë këto hapësira në dorë të njerëzve, duke i ngarkuar ata për përgjegjësinë për të marrë vendime të drejta në bazë të arsyes, interesit përgjithshëm dhe realitetit mondan me të cilat ato jetojnë. Pra, përmes konsideratave të kësaj dynjaje. Në këtë kuptim, sheriatit i përket roli i ofrimit të parimeve të përgjithshme dhe vlerave themelore si ruajtja e fesë, jetës, nderit, pasurisë, mendjes, të cilat shërbejnë si udhëzues për mendimin dhe gjykimin njerëzor musliman, ato aspekte të jetës që nuk janë të rregulluara në mënyrë të drejtpërdrejtë nga normat tekstuale fetare. Pra, kjo sferë e cila nuk është mbuluar nga hukmet sheriatike, nuk është antifetare para punës, sepse ajo në mënyrë të vetëvetishme dhe të qëllimshme sheriati i ka lënë ato jashtë prononcimit të drejtpërdrejtë në lidhje me to, ka ofruar vetëm disa parime të përgjithshme universale që çdo kush mund t'i pranojë si tip guide e përgjithshme, por pjesën tërmuese të menduarit rreth tyre dhe të marrjes së vendimit në lidhje me to i është lënë ratios, arsyes, interesit, konsideratave mondane, të fakasitetit, të rezultatit mirë kështu me radhë. Dietarët musliman kanë qenë përgjithsisht të vetëdijshëm për ndarjen ndërmjet hukmit fetar dhe konsideratave mondane ose hukmit jo sheriatik. Pra ata e kanë njohur dhe ka qenë pjesë përbërëse e fikut islam. Ndarja ndërmjet hukmit sheriatik dhe konsideratave mondane apo hukmit jo sheriatik. Për shembull, në fillim të veprës të tij, Imam Ghazali, vepra e Mustasfa, vepra e famshme në usul fiqh, e përkufizon fikun, jurisprudencën islame, si njohuria në lidhje me normat juridike të përcaktuara që rregullojnë sjelljen e personave të përgjegjshëm nga pikpamja ligjore. Imam Ghazaliu pasi jep këtë përkufizim, vëren se ky përkufizim përjashton disiplinat racionale si matematika, gjeometria, astronomia, filozofia, gramatika dhe mjekësia. Këto disiplina janë jashtë përkufizimit të fikut dhe mund të lëvrohen nga njerëzit në mënyrë të pavarur nga hukmet sheriatike. Normalisht sheriati i ka nxitur ato, por mënyra se si ato aplikohen, teoritë që përzgjidhen, rrugët që ndërmerren, ato janë pjesë e konsideratave racionale, hetimit racional, konsideratave mondane kështu me radhë. Pra këto disiplina mund të ushtrohen pa ju referuar në mënyrë eksplicite shpalljes hyjnore dhe teksteve fete dhe ne nuk përfshihen drejt për drejt në hukmin sheriatik. Në veprën e tij Ihya Ulumuddin, në kapitullin mbi mrekullitë e zemrës, Imam Ghazaliu duke se mbështet një ndarje të qartë ndërmjet shkencave fetare dhe atyre mondane. Duke përshkruar shkencat që janë dunjawi, sipas tij, ai jep shembuj si mjekësia, aritmetika, inxhinieria, astronomia dhe të gjitha zejet dhe mjeshtrit, pra artizanatet, çështje që kanë bëjmë me zejet. Këto Imam Ghazaliu i vendos përballë shkencave ukhrawie, apo shkencave që lidhen me botën tjetër, apo shkencave që kanë bëjmë me fen, të cilat sipas tij janë shkencat mbi gjendjet e zemrës, verseve dhe veprimeve, si dhe shkencat që kanë bëjmë me njohjen e Zotit, atributeve dhe veprimeve të Allahut xhella xhelalu. Imam Ghazaliu shprehet qartë se njohja e hukmit sheriatik është pasgjithshmërisht e lidhur me adresimin hyjnor dhe drejt për drejt ose përmes analogjisë. Pra Zoti e ka adresuar këtë çështje dhe ka dhënë një hukm për të, qoftë në shpallje ose qoftë përmes analogjisë. Sipas Imam Ghazaliut, ideja se hukmi sheriatik varet nga shpallja, përfshi Kur'anin dhe Sunetin normalisht, sugjeron se autoriteti sheriatik mund të shtrihet vetëm deri aty ku arrin shpallja. Prandaj dhe Imam Ghazaliu shprehet në veprat e tij se në momentin ku adresimi i ligjvënësit i Allahut xhella xhelalu nuk ekziston, atëherë dhe hukmi sheriatik në lidhje me sferën konkrete nuk ekziston. Dhe kjo nuk ka qenë normalisht vetëm një ndarje e Imam Ghazaliut, ku ai ndan
disiplina në disiplina dunjawia dhe disiplina dinia të kësaj bote dhe fetare, si dhe e përcakton hukmi shariatik si të konturuar brenda një limiti specifik, dhe gjithçka tjetër që del përtej saj mund të adresohet dhe të analizohet përmes konsideratave ndana. Kjo ka qenë pjesë përbërëse e fikut dhe usul fikut islam. Në veprën e tij Al-Ullah fi usul al-fiqh, Abu Ya'la al-Farra, një nga dietarët e mëdhenj që ka luajtur një rol thelbësor në zhvillimin e jurisprudencës hanbelite, Imam Ghazali Shafi'i, ai shpreh se dija mbi vlerësimet juridike, njohuria që ka të bëjë me fikun, është e dallueshme nga njohuria që ka të bëjë me dijet racionale. Ai shpreh se termi teknik fiqh, jurisprudencë, nuk zbatohet për disiplina si astronomia, mjekësia apo filozofia. Mëtej ai shpjegon se dallimi ndërmjet racionales, akli dhe juridikës, shar'i, qëndron në faktin e thjeshtë se kjo e fundit, njohuria shariatike, mbështetet në tregues që ka të bëjë me shpalljen, Kurani, Suneti, konsensusi, analogjia, ndërsa dijet aklie, dunjawije, mbështeten në hetimin racional, nadhar al-akli. Dhe nxënësi i tij, nxënësi Abu Ya'la ibn Aqili, një tjetër dietar i famshëm, në veprën e tij Al-Wadi fi usul al-fiqh, shprehet se fiku, jurisprudenca islame, është një koncept kufizues që referohet normave juridike që rregullojnë sferën e veprimeve të njerëzit që janë ligjërisht përgjegjës. Fiku nuk zbatohet sipas tij në disiplinat që ka bëjmë me gramatikën, mjekësinë, leksikografin, gjeometrin apo matematikën. Pa këtu kemi të bëjmë me një seri disiplinash që konsiderohen si jashtë hukmit të drejtë për drejtë shariatik dhe janë disiplina që mund të levrohen pa ju referuar dhe adresuar domosdoshmërisht ndonjë hukmi specifik shariatik. Dhe më vonë, kjo ndarje ndërmjet hukmit shariatik të konturuar brenda një limiti, gjithçka që del përtej saj është pjesë e dijeve mondane, e njohurive racionale me radhë, mori formë në veprat e Imam Razit, Imam Armidiut, Imam Qarafit, dietarë të famshëm. Dhe është pjesë përbërëse e usul fikut islam dhe fikut islam. Rëndësia e këtij territori jo shariatik, po ku themi shariatik do të thotë jo islam, është veçanërisht e theksuar në sferën politike dhe politikbërjes. Një pjesë e madhe ndoshta edhe shumica e vendimeve në politikbërje që ndërmerren nga një shtet modern bie jashtë kufive të asaj që është rreptësisht shariatike. Dhe muslimanët mund t'i mendojnë dhe negociojnë këto sfera pa u mbështetur tek ligji islam në mënyrë të drejtë për drejtë dhe pa kundërshtuar atë, sepse këto sfera në origjinë janë jashtë bulimit të drejtë për drejtë të hukmeve shariatike. I janë lënë në dorë njerëzve që të marrin vendime më të mira në lidhje me to në bazë të parimeve të përgjithshme të islamit. Vendimet në këto fusha bëhen duke u bazuar në konsiderata mondane, si rendi, siguria, efikasiteti, menaxhimi, afatgjati burimeve, kështu më radhë. Vendime politike që kanë bëjnë me përcaktimin e moshës ligjore për të ngarë makinën për shembull, përcaktimin e planit të kujdesit shoqëror apo të planit të kodit monetar, ndarja e zonave apo rajoneve në një shtet, përcaktimi i procedurave të mbajtjes së një posti publik, vendosja e rregulloreve rreth pasaportave, përcaktimi apo përfitimit të nënshtetësisë dhe një listë praktikisht e pafundme e çështjeve në sferën publike, të gjitha këto nuk përcaktohen duke u bazuar mbi ndonjë precedent të drejtë për drejtë në shkrimet e shenjta apo nga indikacione të drejtë për drejta dhe eksplicite shariatike, por ato përcaktohen duke u bazuar mbi konsiderata mondane, si siguria, rendi, ekonomia, biokimia, vëzhgimi empirik, përvojat praktike, psikologjia, mjekësia moderne, administrimi publik, shkencat faktike dhe ngjashme me këto. Pra, një pjesë e mirë e aktivitetit njerëzor, një pjesë e mirë e politikbërjes dhe e ligjeve janë në këtë sferë mondane, për cilën shariati ka paraqitur vetëm disa parimet për është lënë përgjithsisht njerëzve që të marrin vendimin më të mirë në lidhje me këto, duke bazuar tek dijet mondane që lidhen me këto vendimmarrje. Megjithatë, për ta përsëritur edhe një herë, kjo sferë mondane në thojza nuk është sferë antifetare apo plotësisht jo fetare. Ajo është thjesht një sferë që është përtej hukmit të drejtë për drejtë shariatik. Njeriu ende i lutet Zotit për udhëzim, ndihmë dhe lehtësim në përpjekjet e tij brenda këtij territori. Thënë më thjesht, të pohosh ekzistencën në një sferë që është përtej ligjit fetar të drejtë për drejtë nuk është njësoj si të pohosh ekzistencën në një sferë që është përtej fesë. Siç janë shprehur edhe shumë dietarë bashkëkohor, ky konfigurim, pra ku hukmi i drejtë për drejtë shariatik është i kufizuar në numër, ndërkohë që realiteti është i pakufizuar në numër ngjarjesh dhe rastesh, dhe ato sfera të realitetit që nuk janë të mbuluara në mënyrë të drejtë për drejtë nga hukme shariatike i lihet në dorë konsideratave mondane racionale njerëzore,
të cilat të orientuara thjesht nga disa parime të përgjithshme islame, janë të lutura dhe të sugjeruara nga shariati që të marrin vendimin më të mirë në lidhje me këto sfera, me këto situata, duke u bazuar tek dija më e sigurt, më e mirë që është përftuar në lidhje me këto çështje. Dhe dietari musliman ka thënë që ky lloj konfigurimi, ku kemi një aspekt shariatik dhe një aspekt jo shariatik, pa nuk do të thotë jo islam, pa jo shariatik, pa jo drejt për drejt shariatik, ky konfigurim, në cilën normat e drejt për drejta shariatike kanë një shtrije të kufizuar, ndërsa pjesa tjetër, të cilën shpesh janë quajtur zona e lirë, mantika al-hurriya apo zona e falur, mantika al-afwa, u lihet në konsideratave racionale, publike dhe mondane. Ky konfigurim është një rregullim i qëllimshëm i shariatit për të garantuar fleksibilitetin, lehtësinë dhe përshtatshmërinë e shariatit në çdo kohë dhe në çdo kontekst. Dhe ndryshe nga ndarja fetare sekulare që ekziston në shoqëritë moderne, ku sfera sekulare imponon sferës fetare kufizim dhe i cakton kufit e shtrirjes, në këtë rast islam, kemi një vetë kufizim të normave të drejtë për drejta shariatike në mënyrë që sferat e jetës që qëndrojnë përtej saj të rregullohen përmes konsideratave mondane të udhëhequra nga principet përgjithshme të shariatit. Kjo garanton fleksibilitetin e shariatit dhe aftësinë e tij për të përgjigjur rrethanave dhe situatave të reja të jetës në çdo kohë dhe çdo hapësirë. Kjo është urtësia përtej kësaj. Dhe siç e shihni këtë lloj konsiderate të fikut dhe të usul fikut, shtrija e kufizuar e hukmit shariatik dhe mbulimi i aspekteve që janë përtej hukmit shariatik nga principet e përgjithshme islame, por përgjithsisht të lëna në dorë të konsideratave mondane, e bën këtë binomin shariatike dhe jo shariatike apo dinia dhe dunjawia të rëndësishëm dhe pjesë përbërëse analizave të dietarëve musliman në lidhje me mënyrën se si funksionon shariati, se si është konfiguruar ai. Megjithatë, për te aspektit akidor, për te aspektit që ka të bëjë me sunetin profetik, për te aspektit që ka të bëjë me ligjin islam, ndarja ndërmjet dinies dhe dunjawies, fetares dhe jo fetares, ka qenë e rëndësishme tek dietarët muslimanë edhe në sferën e etikës islame apo spiritualitetit islam. Dhe një nga përdorimet më të shpeshta të binomit nga din u dunja, fe dhe dunja, në dietarët musliman klasik, gjendet në interpretimin e begative hyjnore dhe përfitimeve të besimtarëve në jetën e tyre. Për begatitë hyjnore janë nimetet dhe përfitimet janë menfa, dobit. Ky përdorim shfaqet më shpesh në literaturën e tefsirit, komenteve të Kuranit, por haset gjithashtu rregullisht edhe në tekstet e tjera teologjike, shpirtërore, jashtë zhanreve të tefsirit. Në shumë prej këtyre rasteve, dietarët musliman e kanë parë si të padiskutueshme dhe madje edhe të dobishme ndarjen e begative dhe përfitimeve, dobive, në ndarje dinie dhe dunjawia. Për shembull, Fakhruddin Razi rahimullah, dietari i shekullit 7, teologu i njohur persian, e përdor dallimin din u dunja, fe dhe dunja, në disa raste në tefsirin e tij voluminos. Duke komentuar një ajet Kuranit, në cilët Zoti flet për beslidhjen që ai lidhi me bijtë e Izraelit, dhe se si ai përveç se lidhi beslidhje me ta, i ushqiu ato gjatë udhëtimit të tyre në shkëtetir me zogje dhe me ushqime të tjera, ai shpjegon se kjo ngjarje që përmendet në Kur'an shfaq si përfitime të natyrës fetare, ashtu edhe përfitime të natyrës dunjawie. Imam Razi konsideron beslidhjen që Zoti bëri me bijtë e Izraelit si diçka dinie, fetare, dhe interpreton shpalljen që Zoti u zbriti atyre, në të cilën shpjegohet, siç thotë Kurani, ka sqarime për fenë e tyre dhe shpjegim të ligjit hyjnor, si diçka që është fetare. Ndërkohë që aspekti dunjawi i kësaj i bëhet gjysmës së dytë të ajetit, ku Zoti zbret manën dhe ato zogjt, varet se si përkthehet, për t'i ushqyer ato gjatë udhëtimit të tyre në shkëtetir. Ky është një përfitim dunjawi që ata kishin si pjesë e kësaj beslidhjeje fetare. Për Razin, shpallja dhe ligji hyjnor që ato morën gjatë beslidhjes duhet konsideruar dhe kategorizuar si diçka dinie. Ndërkohë që ushqimi që ata morën për gjatë udhëtimit duhet konsideruar si një përfitim dunjawi. Një shekull më herët, një tjetër dietar i famshëm persian, Raghib el-Isfahani, e përdor këtë dallim ndërmjet kryesisht nimetit fetar dhe nimetit dunjawi, ku ai shpjegon ajetin kuranor
që flet për verën, për pijen alkolike të verës, dhe se si Allahu xhelle xhelalu thotë që në të ka përfitim, por normalisht dëmi është më i madh se përfitimi. Imam Isfahani, duke zgjeruar këtë çështje, ai thotë se përfitimet, dobit, begatit, janë dy llojesh, thotë ai, dinije dhe dunjawije, fetare dhe dunjawije, mondane. Ky i fundit, thotë Imam Raghib al-Isfahani, pra përfitimet dunjawije ndahen në dy lloje. Dobi mondane që janë esenciale, daruri, në arabisht, dhe ato që nuk janë esenciale, ghayre daruri, siç e thonë në arabisht. Dobit dunjawije që janë esenciale për njeriu, ai përmend gjëra si ushqimi dhe marrëdhëniet seksuale. Dhe sipas Raghib al-Isfahanit, përfitimi i verës, pra dobia që ka pija alkolike e verës, është i natyrës dunjawije, por jo esenciale. Sepse ajo ka dobi se forcon trupat e moshuar në tretin e ushqimit dhe aspektet tjera, por të gjitha këto, thotë ai, janë jo esenciale për jetën njerëzore. Dhe bazuar në këtë vëzhgim që ka dobi fetare, ka dhe dobi dunjawije, dobi dunjawije apo janë esenciale ose jo esenciale, vera është në dobit dunjawije, jo esenciale. Bazuar në këtë vëzhgim, ai arrin përfundimin se është arsyeshme që verat konsiderohet haram, që të qëndrohet larg në diçka jo esenciale, kur ajo konsiderohet gjuna, siç është rasti i verës, sidomos kur atë pengon nga diçka që është esenciale, si pasja e arsyes, qëndrurit i ndërgjegjshëm pse kush je, çapo bën e kështu me radhë. Ajo që është e rëndësishme kjo analizë e Raghib al-Isfahani në lidhje me verën, janë shëmbujt që ai jep si dobi dhe nimete dunjawije, si marrëdhënie seksuale, ushqimi, humorët trupor, kjo është e lidhur me terminologjinë galenas së mjekësisë, të cilët dallohen nga përfitimet dinije. Të përfitimet dinije ishte ligji i Zotit, zbritja e Teuratit, apo zbritja e Kuranit, të gjitha me radhë, këto janë dobi fetare. Dhe duke pas parasysh këtë që diskutuam deri tani, duket se gjithçka që lidhet me aspektet trupore dhe fizike të jetës njerëzore, për këta autor, Imam Razi dhe Raghib al-Isfahani, konsiderohen si çështje që kanë bëjnë me dynjan. Jashtë zhanrit të tefsirit, Ibn Taymija rahimullah, në veprat e tij bën një dallim të qartë këto linja, dunjawije dhe dinije. Në veprin e tij Xhami Rasail, që është një përmbledhje trajtesash mbi tema ndryshme, ai kushton një seksion çështjes së klasifikimit të kënaqësisë së jetës. Tanaum, që i thonë në arabisht, që është një tarrën ka fjala nimet. Dhe ai ndan në e jetës janë kënaqësi dunjawije dhe kënaqësi dinije. Kënaqësi dunjawije, thotë ai, mondane, janë kënaqësitë shqisore, ushqimi, pijet, marrëdhëniet seksuale, veshjet dhe të ngjashme me to. Por edhe përfitimet apo kënaqësitë nefsije, të nefsit, të egos, udhëheqja, dëshirja për pushtet e kështu me radhë. Në këtë lloj analize që Ibn Taymija bën, jo vetëm që ushqimi dhe marrëdhëniet seksuale janë të lidhura qartë me këtë botë, por gjithçka që perceptohet me shqisa përfshihet në dobit dunjawije. Ai shton se këto lukse janë të hapura për të gjithë, qofshin besimtar ose jo besimtar, dhe se ato ndryshojnë sipas personalitetit, kontekstit kulturor apo gjeografik të një njeriu. Dietarët musliman klasik nuk e kanë kufizuar dynjan vetëm në objekte fizike, për çështje që kanë bënë me shqisa apo me çështje materiale, por shpesh në diskutimet e tyre e kanë lidhur dobit dhe nimetet dunjawije edhe me fushën që ka të bëjë me çështjet mendore dhe psikologjike. Dhe po t'i kthehemi Razit, Imam Razi rahimullah, në një vend tjetër të tefsirit të kuranor, ai bën një ndarje ndërmjet begative dinije dhe begative dunjawije. Dhe thotë, një begati dinije, një begati fetare, është thotë ose njohja së të vërtetës në vetvete, ose njohja e së mirës për të vepruar sipas saj. Këto janë begati fetare. Ndërkohë që thotë nimetet dunjawije, begatit e kësaj bote janë ose nefsanie, mendore, psikike, ose trupore, thotë, bedenie, ose të jashtme, kharijia. Dhe Imam Ghazali rahimullah e mbështet këtë ide që edhe jo vetëm aspektet materiale, por edhe aspektet nefsanie dhe mendore dhe psikologjike janë po ashtu dunjawije. Në seksionin mbi veset, në lidhje me pasurinë, në veprin e tij Ihya Ulumuddin, Imam Ghazali rahimullah dallon problemet dunjawije që lidhen me pasurinë nga ato që kanë bëjnë me aspektet dinije të pasurisë. Dhe ai thotë, këto duke folur për aspektet dunjawije të pasurisë, problemet dunjawije që lidhen me pasurisë, ai thotë këto janë grupi i vujtjeve dunjawije. Si për shembull thotë
frika, trishtimi, ankthi, shqetësimi, lodhja për të ruajtur pasurinë, dhe gjithçka që njeriu duhet bëj për ta ruajtur dhe fituar pasurinë. Dhe ideja këtu është se stresi, trishtimi, ndjenjat e tjera njerëzore të përditshme që lindin nga jeta në këtë botë janë të natyrës dynjavije. Dhe nëse do ta përkthejmë në terma modern, me fjalë, ato janë ndjenja mondane që nuk kanë një vlerë të drejtë fetare. Nëse i kthehemi diskutimit të Imam Ghazaliut mbi pasurinë, do kemi një ide më të qartë se çfarë janë dobitë fetare për Imam Ghazalin. Kur ai flet për përfitimet e pasurisë, është interesant se ai thotë që dobitë dynjavije të pasurisë nuk kanë nevojë për shpjegim se janë të njohura. Ndërkohë që ato dobitë fetare kanë nevojë për sqarim sepse jo çdo kush i kap në mënyrë të vetvetishme. Dhe thotë, dobitë fetare, ai përmend në dobitë fetare 2: lëmosha, dhënia e lëmoshës dhe mbrojtja e nderit. Kur njeriu ka pasuri, ai nuk lyp, nuk detyrohet bëj gjëra që janë të turpshme për të mbijetuar. Sa i përket zakatit, lëmoshës, apo qoftë edhe zakatit, ai thotë që kjo shpërblimi i kësaj është i qartë dhe shuan zemrimin e Zotit dhe normalisht pasja e pasurisë ruan njeriu edhe nderin e tij. Siç e shohim nga gjithë kjo që sapo tham në sferën e etikës, ne shohim që për dietarët e mëdhenj muslimanë në këtë zhanër, dallimi ndërmjet dinijes dhe dynjavijes ishte jashtëzakonisht i rëndësishëm dhe i ngjashëm analog nëse jo i njëjtë me atë dallimin ndërmjet fetares dhe mondanes që shpesh mund gjejmë në diskutimet e sotshme. Por këto dietarë muslimanë, aspekti fetar shpesh ishte i lidhur me ligjin hyjnor, adhurimin, shpërblimin, virtytin, që ka të bëjë me raport me Zotin tjetër, me botën tjetër, kështu me radhë. Dhe kjo shihet si një dallim në fusha e dynjas që kishte të bëjë me perceptimin shqisor, trupor, mendor, të jashtëm, sferat e nefsanie, me fjalë, ushqimi, marrëdhënie seksuale, e kështu me radhë. Dikotomia ndërmjet aspekteve dynjavije dhe aspekteve dinije, aspekteve mondane dhe aspekteve fetare ishte i rëndësishëm në analizën që ato i bënin aspekteve të ndryshme të etikës islame, aspekte ndryshme të aspektit spiritual islam. Dhe kjo është pjesë përbërëse e diskutimit të tyre dhe mund të kuptohet qartësisht dhe mund të vërtetohet qartësisht duke lexuar thjesht veprat e tyre. Megjithatë, edhe pse shpesh ne kemi parë dietarë muslimanë që e ndanin qartë fen nga kjo dynja në aspekte të ndryshme, ekzistojnë raste ku kjo nuk ishte aq e qartë dhe ka pas ato kufit ndërmjet të dyja ka qenë më poroz dhe më të zbehta ato. Një aspekt i rëndësishëm i kësajt është që shpesh sipas diskutimeve të dietarëve muslimanë, ndryshe nga ndarja fetare sekulare që gjendet në diskursin laik modern, në diskutimin klasik musliman, sfera e dinijes, e fetares, e përfshinte dynjan dhe ndërhynte tek sfera e dynjas dhe pasmonte atë në një sferë fetare. Një shembull për këtë, konkret për këtë, është tek libri i Imam Ghazaliut Ihya Ulumuddin, ku ai ka një kapitull aty ku flet për vlerën e të shoqëruarit me njerëz, e të pasurit miq. Ai pyet nëse është më mirë të rrish me të tjerët apo të tërhiqesh në vetmi. Cila është praktika më e mirë? Të rrish në shoqëri me njerëz apo të izolohesh si një murg në vetmi? Imam Ghazaliu thotë mbajtja e shoqërisë mund të ketë përfitime si të natyrës fetare, dinie, ashtu edhe të natyrës dynjavije. Disa përfitime dynjavije thotë në lidhje me pasurit miq, arjet miqësor, përfshihet ndihma financiare apo nderimi që merr në të tjerët. Por thotë ai, këto nuk janë qëllimi i kryesor. Përfitimet fetare janë ndër të tjera përvetësimi i turisë dhe i veprës së mirë, largimi nga gjërat që pengojnë adhurim dhe sigurimi i jetesës në mënyrë që të mos humbasësh kohë për të siguruar ushqimin e përditshëm. Këto janë dobitë fetare. Dhe këtu ne shohim diçka interesante që pasuria dhe nderimi përmenden si përfitime si të dynjas, ashtu edhe të fesë. Pra, pasuria dhe nderimi. Dhe si ka mundësi kjo? Përgjigjja për kjo është se pasuria në vetvete është pjesë e dynjas. Nëse ajo të ndihmon që të kesh kohë për adhurim dhe devotshmëri, atëherë ajo merr një vlerë fetare dhe bëhet një mjet për sferën dinie. Dhe nderimi në të tjerët mund të bëhet pjesë e sferës dinie, fetare, nëse të ruhen nga lëndimet dhe të mundson që të përqendrohesh në adhurim. Dhe kjo na tregon se gjërat e kësaj bote mund të fitojnë një domethënie fetare nëse qëllimi me të cilën përdoret fetar. Prandaj Imam Ghazaliu e përdor këtë dallimin din dhe dynja, por njëkohësisht e lejon dinien
fetare që të futet brenda dynjas kur ajo vetë në shërbim të dinies. Dhe njëjta gjë shihet te Imam Razi rahimullah në komentin që i bën surës Bekare ajeti 165, ku ai shpjegon se ka dy lloje begatish, të kësaj bote dhe fetare. Dhe pastaj ai përmend disa nga mrekullitë e natyrës, qielli, toka, shiu, erat, dhe thotë se në dukje të gjitha këto janë begati dynjauie. Por kur njeriu i mençur i shikon këto gjëra dhe përmes tyre arrin të njohë krijuesin, atëherë ata shndrohen në begati dinie, fetare. Ajo që kërkohet është jo vetëm shëndet fizik dhe shqisa të forta, por edhe një mendje e kthjellë dhe një sy i hapur shpirtëror për të kaluar përmes dynjauies tek ajo që është fetare. Megjithëse në fillim feja dhe mondania janë të ndara, të diferencuara, në një nivel të dytë ato mund të takohen. Kjo është ideja. Dhe kjo ndodh kur një gjë e kësaj bote përdoret me qëllim fetar, apo kur ajo shihet si shenjë e Zotit. Në këtë kuptim, feja i përfshin gjërat e kësaj bote dhe jo anasjelltës, siç ndodh në botën moderne, ku religiozja shpesh është nën sundimin e sekulares dhe është të kufizuar nga sekularja dhe përjashtuar prej sekulares nga sfera e jetës publike. Pra ajo që është e rëndësishme të theksojmë është se kjo mundësi për ndërthurje nuk e shuan ndarjen fillestare. Pra ka diferencim. Janë që ka sferë të dynjas, ka dhe sferë të fesë. Por kjo tregon se për dietarin musliman, feja nuk kufizoi vetëm rituale apo ligj, por shtrije në të gjithë jetën njerëzore, nëse ajo vendosi në shërbim të qëllimit të lartë shpirtëror. Ajo që është e rëndësishme të theksohet, edhe është përgjigja e pyetjes ose asaj që shtruan në fillim, është që opinioni i përgjithshëm që ekziston ndër musliman, po edhe ndër jo musliman, se në Islam nuk ekziston ndarja ndërmjet fetares dhe mondanes, është problematik dhe nuk është i saktë, sepse kur i merr dhe analizon libra dhe diskutimet e dietarëve musliman për tema jashtëzakonisht të rëndësishme, si akidja, tradita profetike, fiku, etika me radhë, ti të shohësh që ka një ndarje autoktone islame ndërmjet fetares dhe mondanes, dhe ka një cim autokton islam të marrëdhënies ndërmjet tyre, të diferencimit ndërmjet tyre si edhe të marrëdhënies ndërmjet tyre. Konteksti perëndimor, fetaria dhe shekullaria kuptohen si sfera që përjashtojnë njëra tjetrën dhe shpesh janë antagoniste. Kjo është veçanërisht e dukshme në doktrinën e sekularizmit, makrosekularizmit, ku pritet që shteti të mbetet neutral, madje shteti distancohet dal nga feja dhe ajo zbehet derisa të zëvendësohet me aspektin racional, siç quhet, apo empirik, apo material, apo publik. Dhe feja trajtohet si një çështje private, ndërkohë që shekullaria përcakton sferën publike. Për më tepër, në perëndimin modern, është shekullaria ajo që rregullon fen dhe jo e anasjellta siç ishte në rastin e ndarjes islame. Me fjalë tjera, sekularia apo shekullaria vendos kufijt e asaj që konsiderohet sjellje e pranueshme fetare në jetën publike. Ndërkohë që mendimi klasik islam e njeh dallimin ndërmjet fetares dhe asaj mondanes, por në një mënyrë tjetër. Në përdorimi i kategorive dinie dhe dynjauie, fetare dhe mondane, ka qenë i zakonshëm dhe pjesëpërbërëse e mendimit klasik islam. Dhe kjo dyjari përbënte një formë diferencimi, por jo ndarjeje. Dietarët e pranonin që disa çështje i përkasin sferës fetare dhe disa çështje të tjera i përkasin sferës dynjauie. Megjithatë, këto nuk ishin në kundërshtim me njëra tjetrën. Ata nuk e konceptonin si në kundërshtim me njëra tjetrën, dhe dynjaja shpesh konsiderohej si neutrale dhe e hapur për të formësuar apo për të përshkuar nga sfera fetare. Dhe autoriteti rritet nga sfera fetare drejt asaj mondane, ndryshe nga sekularizmi modern, ku sekularia është ajo që rregullon fetare. Pra, muslimanët para modern shpesh mbani një dallim konceptual midis fetares dhe mondanes, kjo në nivel fillestar, por fetaria depërtonte në dynjauien në nivel dytësor, duke transformuar aspektet dynjauie në aspekte fetare dhe duke bërë aspektin fetar më të fuqishëm në një farë kuptimi se sa ajo sekular. Pra kjo ishte pak a shumë ajo që kisha përgatitur për sot. Allahu ja shpërblet mia. Subhanakallahu wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka la ilaha ghayruka.